Përshëndetje të nderuar shikues të TVM2, jeni me emisionin Zoom. Prej muajsh një kërkesë e studentëve shqiptar ka ngjecur mes institucioneve dhe tani po përfundon në rrugë. Studentët shqiptar thonë se janë të privuar nga e drejta për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën e tyre amtare, në gjuhën shqipe. Sonte në Zoom ne zbërthejmë përgjegjësitë, tensionet dhe mesazhin e protestës së paralajmëruar të studentëve për më 6 prill. Sonte me mua në studio janë njëri ndër nismëtarët e kësaj çështjeje, studenti Mevlan Ademi. Mevlan, përshëndetje, mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje Sam, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona, si dhe avokati i studentëve në Universitetin Nën Tereza, Suhejb Mehmeti. Suhejb, përshëndetje, mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje Sam, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë për diskutuar për çështje që tangojnë rinin dhe studentët. Mevlan, thash se kjo kërkesë juaj ka vite, muaj të tërë dhe nuk është e re. Pse po shpërthem pikërisht tani? Realisht pse shpërthem tani, mendoj se ka ardhur fundit pritja që e kemi bërë, që nga vera e vitit 2024 është kur kemi hyrë në kontakt parë me përfaqësuesit tam politik për të gjetur një zgjidhje për këtë kërkesën tonë, për këtë problematikën tonë dhe këtë anashkalimin që ne po na bëhet. Dhe realisht këta 3 muaj të fundit kanë qenë vetëm ata më të tensionuarat, ku kemi patë edhe fal mediave një prezencë të madhe aty, edhe fal ndihmës së shumë individëve të cilët kanë tentuar të japin sa më shumë zë kësaj. Dhe po shihet edhe ju si që keni qenë si gazetar dëshmitar se edhe këta 3 muaj të fundit, përveç se zvarritjeve të vazhdueshme që po i bëjnë, rezultate ende nuk kemi. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre muajve që nuk është gjetë zgjidhje? Keni pasur takime vazhdueshme? Çka është thënë ato takime? Çfarë është diskutuar? Çfarë është dakorduar? Dhe çfarë nuk është bërë nga ajo që është premtuar? Nëpër to takimet janë dhënë zgjidhje nga më të ndryshmet ku asnjëra nuk e pam të aplikuar. Në disa takime na është thënë që do zgjidhim me presion politik ne nuk pam, nuk e di çka ndodhet në muret e mbyllura. Na thanë që do e zgjidhin me ndryshime ligjore, të cilat normalisht nuk do ishte zgjidhja e duhur ajo, por pa më parasysh na thonin që kena kriju grupet ekspertësh që ta zgjidhin këtë. Të njëjtën këtë ma kanë thënë edhe para 1 viti se kanë kriju këta grupet e ekspertëve, po pas ka dalë që nuk kanë qenë të krijuara. Edhe tani edhe një tjetër përgjigje që kemi marrë është që të presim rikonstruimin e qeverisë. Domethënë kemi 3 përgjigje të ndryshme nga individë të ndryshëm brenda partisë, dhe unë shoh që ndoshta nuk kanë edhe ata mes vete kështu koordinim se si realisht do e zgjedhin. Ndoshta kanë vullnet, atë nuk e mohoj, por duhet pak më shumë këmbgulje, besoj nga përfaqësuesit tan politik që ta arrijmë këtë, pasi që kërkojmë një të drejtë të garantuar. Pse duhet studentët të protestojnë më 6 prill? Shikoj son, pse duhet studentët të protestojnë me 6 prill? Është një pyetje që besoj na tangon të gjithë neve. Kjo protest po bëhet si lëvizje si frymë studentore. Dhe është duke ju mohuar një drejt studentëve, e cila ju takon me ligj, dhe nuk është shumë problem ku ti e di një ligj i cili është i shkruar sikur e zeza në të bardhë, i cili ta garanton provimin e jurisprudencës që ta mbash në gjuhën tënde, dhe ministri i drejtësisë del me disa deklarata, të cilët ne si student nuk e di cila është arsyeja për pse ai del me asnjë lloj deklaratash. Ne kemi shumë të qartë ligji për përdorimin e gjuhëve. Thash edhe një herë, është i shkruar e zeza në të bardhë. Neni 1 paragrafi 3 dhe neni 2 paragrafi 1 janë shumë të qartë. Ja u garantojnë studentëve të drejtën për provimin e jurisprudencës ta hapin në gjuhën shqipe. Vetëm këto dy dispozita mjaftojnë që provimi i jurisprudencës mbahet në gjuhën shqipe. Pra ju thoni që nuk është e nevojshme bëhen harmonizimet e ligjeve apo të miratojnë ligjet e reja për të dhënë provimin e gjuhën shqipe, pasi më mjafton ligji për përdorimin e gjuhës. Harmonizimi i ligjeve ose të futim një ligj
të ri ndodh momentin kur nuk ekziston ligji paraprak. Por momentin që ekziston një ligj paraprak, ne nuk mund të futim ligje të reja. Përderisa ajo na e garanton atë. Cila është arsyeja dhe cila është, duke di mënyrë për çfarë arsye të futet një ligj në të cilën ai vetëm është ekziston, është ligj ekzistues. Për këtë nuk e di. Ne kemi pas, e cek edhe me Vlani, kemi pas takime, si prej partive politike shqiptare opozitare, pa edhe ato cilët janë në pozit. Kemi marrën prej partive politike shqiptare cilët janë në opozit, kemi marrë për krahje. Ju kemi bë apel të gjithëve, si deputet, si funksionar të lartë, që ju lutem të na përkrahni sikur shoqëri civile. Ju lutem që mos të keq përdoret kjo çështje, kjo kaos. Do e bisedoj më pas edhe ndikimin politik dhe mundësitë për të keq përdorur protesta nga ana e partive politike, por do të mbetemi te Fillkovi. Ju përmendit atë si fajtor kryesor për bllokimin që po u bën studentëve shqiptar. A keni iniciuar ndonjë takim apo gjatë këtyre muajve a keni pasur komunikim me të, qoftë në mënyrë direkte apo në mënyrë elektronike, në mënyrë të ndryshme? Ne kemi bërë kërkesë me shkrim tek ministri i drejtësisë. Kërkesa që kemi marrën ka qenë refuzim. Të se unë gabim të lutem me vla më përvisa. Ja, është. Dhe unë bëj apel përsëri edhe prej studios të juaj, bëj apel te ministri i drejtësisë që ta mundson provimin e jurisprudencës. Ta mundson provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe për të gjithë studentët. Është i rregulluar me ligj. Ai është për ne si student në syrin ton, ai është faktori kryesor i cili ne po dalim rrugëve të shtetit. Ai është faktori kryesor. Ai fillimisht, unë çuditem si është e mundur të shkelin disa ligje dhe mos të mbaj as përgjegjësi politike as juridike. Kjo nuk është e kapshme. Për këtë arsye, kërkoj prej këto ministrit të drejtësisë që të pranoj provimin e jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Mevlana, është kjo një padrejtësi akademike apo një krizë e barazisë në shtet? Po mund të qëmë si të dytë. Tani para se të përgjigjem të kjo, do kisha thënë që atë pyetjen që bëhet të parën Suebit se pse duhet të dalin studentët në rrugë, që ja parashtroni edhe ministrit e drejtësisë e përfaqësuesve tanë, sepse ka ardhur puna deri këtu. E sa i përket pyetjes juaj kundrejt meje se a është kjo padrejtësi akademike, është se ti tani të mundësohet të studiosh në gjuhën shqipe 4 vite, kalon masterin në gjuhën shqipe, edhe në fund provimit më të rëndësishëm të karrierës tënde nënshtrohesh në gjuhën maqedone. Me dhënien e provimit të jurisprudencës nuk të garantohet ty vend si gjykatës, si prokuror, apo si noter, apo si avokat. Asnjëra prej të katërtave. Këta të katërtat ishin arsye që na kishte cekur zotri Filkov në përgjigjen e atij kur na refuzoi kërkesën që provimi i jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Dispozitë tjetër të kapshme unë nuk pash aty. Sa i përket harmonizimit të ligjit, këtë nuk e them unë, po e kanë thënë vetë përfaqësuesit tan politik, si për shembull zëvendës kryeministri i parë zotri Sali me 9 shkurt deklaroi që nuk duhet të harmonizohen të gjitha ligjet tek duke patur kushtetutën si një drejtë e garantuar. Sot e kemi edhe një iniciativë, besoj e keni parë nga avokati i popullit, i cili thotë se ka dorëzuar iniciativën për ndryshim të 3 ligjeve, duke përfshirë edhe atë për provimin e jurisprudencës. Si e komentoni? Po, realisht, unë vetë tani ta jap një mendim timin si jurist, unë e kisha pak kuptim të këtë, se tani ajo harmonizohet me ligjin për përdorimin e gjuhës, a vetë dispozita 23, në 23 lihet anësh. Në 23 paragrafi 4-5 thua në rast se nuk harmonizohet në një afat kohë për një viti, organet shtetërore detyrohen të funksionojnë sipas ligjit për përdorimin e gjuhës. Ligji për përdorimin e gjuhës ka ardhur në fuqi në vitin 2019. Domthonë kjo është dashur asaj kohe të harmonizohet, nuk është bë, por atë është edhe ky paragrafi tjetër i cili rregullon këtë problematikë. Tash pse duhet të harmonizohet kur ne kemi këtë të drejtë të fituar? Ose ndonjë argument ligjor se pse nuk mundet ne
Se ne shkojmë shumë argumenta të cilat janë krah nesh, po nuk shohim fare kundër argumenta, po vetëm qëndrime dhe vullnete. Suheb, një pyetje e njëjtë edhe për ty, a mendon se shteti ndodhet në një krizë të barazisë në vetvete? Ato ne mund të hapim vetëm mendimet tona personale. Po sigurisht. Ajo është më mirë të pyeten ata personat të cilët janë përgjegjës. Tani ne çka shohim po bën disa dallime mes dy palëve, deshtëm ne. Kjo është një prej pikave të cilët na tangon më shumti. Ne si student, themi edhe një herë, ne si student kërkojmë vetëm një të drejtë, e cila neve na garantohet. A mendoni se do të ishte zgjidhur shumë më shpejt çështja nëse nuk bëj fjalë për student shqiptar? Po, përderisa pala tjetër nuk i kanë këtë problem, do me thonë që e kanë shumë më lehtë. Qofse do ishte për palën Maqedone, padyshim se po. Padyshim se po. Ka zëra që thonë nga pala e kundër, nga pala Maqedone, ka zëra që thonë se kjo po përdoret edhe për tensione etnike. Si kundër përgjigje një tyre? Nuk është e vërtet fare kjo. Kjo buron prej lëvizjes studentore. Ne në gjitha intervistat që kemi qenë, e cekëm edhe të ju. Nuk është fare vërtet kjo. Kjo nuk është për destabilizim. Ne vetëm po kërkojmë një drejt e cila neve në është e garantuar. Me vlan? Do me thonë, do të vazhdojmë diskutimin njëjtë me këto pyetje të cilat ja bëra edhe Suhebit, a mendon se çështja do ishte zgjidhur më shpejt nëse nuk bëhet fjalë për student shqiptar? Po tani unë në kokën... Apo nëse buron ndonjë kërkesë nga pala tjetër? Po. Jo, kuptoj shumë mirë pyetjen, unë në kokën e zotit Fillkov nuk mundi të hyj. Po ai vetë i lë hapësira njerëzve të mendojnë kështu, nëse kjo është e reale. Pasi që siç thash, bazë ligjore drejt, sepse na kundërshton kërkesën tonë, të fortë nuk kemi. Për atë arsye mendoj që ai edhe nëse qoftë se mendon dikush kështu, është vetë faji i zotit Fillkov që nuk na merr parasysh. Të paktën bëhet fjalë për rreth 400 student të drejtësisë, të cilët kanë kërkuar një të drejtë, të garantuar me kushtetutë e me ligj, të cilën ai po ja anashkalon. Ata shpolin pyetja, në shërbim të kujt është ministri i drejtësisë? Nëse nuk qenë kanë në shërbim të qytetarëve të vendit të tij. Në shërbim të kujt? Përmenda që ka zëra, ka interpretime të ndryshme që kjo po përdoret edhe për tensione etnike. Jo, asesi në iniciativa për herë të parë kur kemi kontaktuar me këta, për herë të parë kur e kemi dërgu, zotri Fillkov fare nuk na ka kthy përgjigje. Kjo bëhet fjalë në vitin 2024, dhe fare nuk mori kohë as të na kthej. Ne këto gjatë kësaj periudhe kemi qenë në kontakt me përfaqësuesit tanë shqiptar, edhe ata realisht na kanë kërkuar që ta mbajmë pak më të qetë, që të mos bëhet rrëmuje e madhe mediatike, dhe unë e kuptova, di se që më të mos ndodhë kjo nxitje ndëretnike, por përsëri nuk ndodhi ajo. Ne ndetëm qetë, nuk ndodhi kur gjë. Tash jemi bërë më zhurmshëm, përsëri nuk ndodhi gjë. Edhe normalisht kësaj pasojmë për shkallëzimet. Kush mban realisht përgjegjësi për këtë situatë që ka zgjatur me muaj? Apo të gjithë nga pak? Të gjithë nga pak. Është faj shumë individëve kohë pas kohë që po jemi në këtë situatë sot këtu. Mendoj se është faj më i madh i mindsetit që e mbajmë këtu në Maqedoni. Unë se kërkoj një të drejtë, nuk ja anashkaloj të drejtën dikujt tjetër. Unë qoftë se kërkoj të nënshtrohem provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk ja marr të drejtën një studentit Maqedonas të hyjë provimit të jurisprudencës ai në gjuhën maqedone. Ku qëndron problemi? Pse duhet të nxiten këta debate ndëretnike, e të hapen këta probleme, të ketë frikë veprimi. Se edhe po të ishte ashtu, po të ishim pajtuar, ja, do bëjnë ndryshimet ligjore, kanë gjetë zgjidhjen. Se grupi ekspertave më 2 muaj, nuk e di çfarë bën, Eurekën është duke zbuluar atje. Po për 2 muaj ata nuk kanë dalë me një përfundim se si do të zgjidhin. Po ta marrim shembullin e avokatit popullit. Ndryshim ligjor. Pse ende nuk ka ndonjë përgjigje nga qeveria? Pse nuk është iniciuar procedura? Ku jam? Pse nuk lëvizet? Pse nuk veprohet? Po përsëri po them, kthehemi te ky mindseti që ta ruajmë forcën votuese.
Ashtë është qëndrimi im paktën. Ashtu se mendoj unë dhe si e shoh unë. Po, atëherë Suhebi përmendi edhe mundësit për ndikime politike apo politizim të çështjesh. Në fakt, kjo tema e provimit të jurisprudencës ka kohë që është bërë edhe temë politike. A ju pengon kjo juve apo ju ndihmon? Po, tani ne mirë dim se si është situata në vendin tonë. Çdo parti politike shikon që të shfrytëzoj pak nga pak të marrë disa benefite, disa pojna politike prej kësaj. Ne kemi pas takime me shumë deputet, me shumë funksionar, si ata të partive opozitare dhe ata të cilët janë në pozitë. Tani, kur bisedoj me deputet të cilët janë pozitë, thonë qartazi ata që 20 vite, 20 disa vite nuk e kanë rregulluar këtë çështje. Mirë po. Okej, ne sot që kërkojmë atë të drejtë, sot, si lëvizje studentore, kemi të drejtë ta kërkojmë atë e cila na garantohet. Ne, kur kemi pas takimet me partitë politike shqiptare, që janë pozitë, me cekën edhe me Vlani, që përgjigjen që kemi marrë, përgjigje e vetme që kemi marrë, është formuar grupi punues. Ne, prej tyre kërkojmë që dim se çfarë po punohet ai grupi formues. Nuk kemi asnjë informatë, nuk kemi të informuar. Dhe tani, tham edhe një herë, çdo parti politike sheh se si të përfitojnë nga kjo. Mirë po, është mëkat të përfitohet prej një të drejte, sidomos prej studentëve, ku student nuk janë numër. Student janë ardhmë e këtij shteti. Student janë motori i këtij shteti. Qëse motori nuk punon, gjithçka çalohet. Kështu që Me vran, paraprakisht thej që kërkesa e pare e përfaqësuesve politikë shqiptar ka qenë që kjo çështje të rije heshtur derisa të ofrohet një zgjidhje, por e dim që muajt e fundit kjo çështje mori një bujë mediatike dhe nga kjo edhe u shndrua në një temë edhe të përplasjeve politike, edhe në një temë më të madhe politike dhe e kam fjalën a ju pengoj kjo juve apo në fakt kjo gjë ju ndihmoi juve më shumë? Kjo është shumë thik me dy teja. Në kësha thënë, në njërën anë të ndihmon se e mban kauzën të gjallë. Se tash ne jemi faktën foli për vetën, ashtu një gjë ndodhet dhe pas 3 ditë varohet. Dhe është shumë vështirë të mbash një kauzë si kjo të gjallë, jo për 3 muaj, por edhe për 1 javë. Dhe këtu du të falenderojmë medjave, po edhe partitë kanë aty gisht, se ata mos ishin përplasur ashtu, nuk ishte bë asnjë kaq temë e rëndësishme kjo. Nga ana tjetër, çdo përplasje e tyre minon atë qëndrimin tonë të studentëve dhe ndërhyn aty. Dhe besoj se duhet janë ata më të kujdesshëm. Tash unë e di shumë mirë se ata tentojnë të gjejnë fajtorin, se kush është fajtori, por penge mban studenti. Se nuk jep ti deklaratë se si do e zgjidhish, ose të japish arritjet se ku keni mbrit në procedurë të zgjidhjes së kësaj, do të fjalë që nga janari ka nis kjo që është bë më e madhe, që nga viti 2024. Ti gjen kohë dhe bën statusën në Facebook për të gjetë fajtorin. Fajson këtë, ai të fajson ty. Vetëm një remuje e madhe që edhe qytetarët e Maqedonisë nuk besoj se kanë shumë interes të ndëgjojnë se kush është fajtori e kush është ajo. Po duam të shohim një zgjidhje. Sa jam mbrojtur, jemi kujdesur. Edhe nëse kemi bë një ftesë dhe një thirrje ka qenë të pa një qëndrim të përbashkët. Çka na duhet fajtor? Le të qëndrojmë bashkë. Le ta bëjmë bashkë. Por kjo është e vështirë. Biles mua ditë që e kisha bërë një postim unë në Facebook ku thash sa bukur kur qëndrojmë bashkë, se ishim të gjithë me statuse të ngjashme, ata deri dolën në kapën. Tentuan të marrin të fitojnë poena politike me politika ditore. Edhe kjo është e keqe ajo e politikës sonë këtu në Maqedoninë e Veriut, ku edhe një kauzë e pasur studentore do rrekulloset dhe do tentohet të politizohet. Në fakt edhe mbrëm pam disa banderola të cilat ishin vendosur në
pranë qashisë së Shkupit, ju dolet sot me reagim, ç'është e vërteta aty? Po, shif, pëlhurat e para që jam vendosur që kanë qenë duket se të ditës së diel, kanë ndodhur në mënyrë spontane. Po të gjithë e kishim fokusin një, gjua. Se ne jemi të përqartë në partia apo emblemat të ndryshme partijake, po në fund të ditës gjua na bashkon. Pasi u bë kjo iniciativë, bë buj, ditën e gjeshme kanë dalë, kanë vendosur, nuk e dikush, nuk mund të fajsoj askë, banerola aty, banera me mbishkrime kundër një partije apo kundër saj. Në asnjë statement mediatik, në asnjë qendrim, në asnjë takim, ne nuk kemi mbajtur qendrime kundër asnjërit. Kemi bërë thirrje të hapur të na ndihmojnë dhe të bashkëpunojmë së bashku, se së fundmi së bashku do e zgjidhim këtë. Veçmas nuk e zgjedhim. Edhe të dalin ashtu dhe të shfrytëzohet kjo për të rënuar një parti politike tjetër, është shumë e ulët. Ata bëra unë atë statementin që sa aty ishte njëra prej partive opozitare, domethënë kishin tentuar ata rënojnë. Normalisht që dola unë për ta demantuar. Nuk është qëndrimi ynë ajo me as me rënu, as me përzëndi ka. Së bashku, por studentët të parët. Atë përsëri, pasi e bëra atë demantin, e parë disa portale kishin postuar prapë kishin. Me kishin ndryshuar mu fjalët, kishin thënë kurse po kam dalë me qëndrim tjetër. Po si të jetë, besoj se shumica e opinionit e kanë kuptuar që kemi qëndrim të pastër dhe të sinqert. Kush don të ndihmoj, le të ndihmoj. Kush mund të jap zgjidhje, le të jep zgjidhje. Kush nuk mundet, le të qëndrojmë ne në protestë. Po, nisur nga kjo, apo shihen tentime për të përçarë studentët në kauzën e tyre, për shkak se dim që kauzat e studentëve historikisht kanë pasur sukses. Sa kam informacione brenda, jam aktiv, sidomos tek fakulteti jonë Universitetin e Tereza në Shkup. Jam aktiv pothuajse gjatë gjithë javës. Nuk kemi has asi probleme ose asi përçarje që studentët ju bëhet presion apo ju imponohet diçka. Nuk kemi has asi qose. Kemi pasën disa biseda edhe me profesorët, që kemi kërkuar mbështetje edhe me profesorëve. Mirë po, me student, sa jemi na të informuar, nuk ka pas diçka që themi që jo është imponu ose jo është ndalu për përkrajën e studentëve. Pa marrë parasysh. Kjo bëhet për provim të jurisprudencës për fakultetin juridik. Me e di mirë. Mirë po, kjo prek edhe gjuhën shqipe. Kështu që ne, jo vetëm fakulteti juridik, po gjitha fakultetet, gjitha strukturave të fakulteteve, gjitha jemi për krahje të kësaj iniciative. Nuk e di, sa kam informata unë, nuk e di që ka pas përçarje ose shtys diçka që të ndaloj ose të një parti politike si opozita, nuk i konvenon ajo. Mirë po nga bloku shqiptar cilët janë pozit, nuk kemi dëgju se ka pas kësi lloj reagimi. Qofse ekziston një gjë atil, unë ju them prej këto që ju lutem, kjo bëhet për çështje studentore, nuk bëhet për parti politike. Janë të mirësardhë të gjithë, i presim të gjithë me krah hapur. Një gjë më e vogël mund të ndihmoj për ne. Një gjë e vogël është shumë ndihmë e madhe për ne. Ne tash jemi sigur ata lipsarët që kush jep i duket shumë. Kështu që nuk besoj se ka pas. Në fakt, të shëroj pak të flasim edhe në lidhje me protestën, çfarë prisni të ndodh pas protestës së 6 prillit? Po, gabim vend të të përshtur pyetjen, do t'i pyetni këta përfaqësuesit tanë ose ministrin e drejtësisë se çka pret ai të arrit pasoj, po ju si student çfarë prisni? Unë realisht duke pa mobilizimin të studentët. Aty po të jetë edhe një student të kërkoj zbatimin e një ligji edhe një neni që është në kushtetutën tonë, përfaqësuesit tanë do të reagojnë. Përfaqësuesit që i kemi në politikë, jo vetëm shqiptar, por edhe maqedon, se po e mbrojmë kushtetutën e vendit. Kushtetuta nuk është vetëm për shqiptarët ose vetëm për Maqedon. Jemi të përbashkët në këto të gjithë kombët.
Për atë arsye nuk e di fiks se çfarë do ndodh, po gjithsesi e di vetëm që në qoftë se nuk arrihet të zgjidhet problematika jonë siç është shtyje, zvari gjatë gjithë kësaj kohës, ne do vazhdojmë. Do vazhdojmë me protesta, do vazhdojmë me qëndrime, do vazhdojmë kemi edhe ideja të ndryshme për reakcione të ndryshme që të cilat mund t'i bëjmë. Po shpresojnë që të mundin nga protesta e parë të reflektojnë ata dhe të gjejnë një zgjidhje. Nuk besoj se është aq e vështirë të punohet. Jam vetë qëndrimet e atyre që kanë dalë kran neve. Si mund të thuash për një student e ka drejt kushtetuese, edhe pastaj atë ditë për shembull ta lësh vetë në protestë. Tani të kthejmë pak ajo që thatë me Suebi. Ne u bëjmë thirrje të gjithëve të vinë. Nuk dalim aty me emblema partijake. Dalim aty si student, si qytetar, si shoqëri civile. Nuk ka të kjo të bëjë aq. Sa është e rëndësishme për studentët e juridikut, është e rëndësishme për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriut. Se bëhet fjalë për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës, që automatikisht nuk kupton zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet tona, që ne dimë se është në nivel shumë të ulët. E tani ne I presim normalisht të gjithë, nuk e di edhe pse nuk ka arsye edhe as opozita, as pozita me I përça student ose me të kriju ndonjë ndarje aty brenda, ata do të jenë të rreshtuar së bashku pas neve. A është protest paralajmërim apo fillimi një lëvizje më të madhe? Po të shohim me shumë gjasa do jetë, si e shohim dinamikën e punës siç ka ndodhur deri tani, besoj që do zgjatet edhe më gjatë, do ketë edhe reaksione tjera nga ana jonë dhe besoj se do jetë një vetëm fillimi I diçkaje pak më të madhe. A keni plan për përshkallëzim nëse nuk ka reagim ndaj kërkesave tuaja? Normalisht çdo protest do përshkallëzohet, po në mënyrë partësore. Sueb, çfarë pret ti konkretisht nga protesta 6 prillit? Shiko, çfarë pres unë pres që të bëhet më e mira për student. Ajo është pikësynimi im kryesor. Ajo punë e cila është më e mirë për student, unë shpresoj që të bëhet sa më shpejt. Si tha dhe Mevlani, kur diçka fillon, fundi nuk I dihet. Mirë po, sa do realizohet kjo gjë, as këtë nuk e dim. A do ndalemi ne? Kjo unë them se shumë e kam pak vështirë me neve. Po flas në emër studentave, në emër të lëvizjes studentore. Ne si student e kemi parollë që ne nuk ndalemi për të kërkuar dhe për të vendosur drejtat të cilat na takojnë. Pra ju nuk do të tërhiqeni derisa të zbatohet provimi I jurisprudencës në gjuhën shqipe. Se si. Po që është nevoja zbatimi I ligjit për përdorimin e gjuhës. Qofse është nevoja, ditën e do qëndrojmë para ministrit drejtësisë. Mirë po, ne kërkojmë që provimi I jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe. Mevlan, përmende që nuk do të tërhiqeni nga protesta jo vetëm për provimin e jurisprudencës në shqip, por edhe për çdo problematikë që të angon studentin shqiptar. Kjo duhet të qëndrojë. Tani ne shohim se ka edhe shumë, për shembull, për atë ligjin për arsimin e lartë, ka pasur shumë reagime nga profesorët tanë, që normalisht edhe ata I presim në protestë. Po edhe normalisht që nëse bie nevoja do dalim edhe në ndihmë të atyre. Në fakt, si është mobilizimi të profesorët? Si është komunikimi me ta? A ju mbështesin vazhdimisht dhe a kanë shprehur mbështetje edhe për protestën e 6 prillit? Deri me tani mbështetje kemi patur shumë, domethënë me ata paktën me ata profesorë që njihemi, me ata profesorë që jemi taku, në rrjetet sociale të gjithë kanë qenë shumë të zëshëm, edhe shpresoj që të gjithë të jenë. Por në datë 6 prill do shihet se profesorët do jenë aty. Besoj se ti thuash vetes profesor nuk do të thonë vetëm të ligjërosh mësim, po edukosh edhe gjeneratat e vjetra, kur të vi momenti të veprosh, edhe të veprosh. Si është komunikimi me studentët jo shqiptarë që jetojnë në Maqedoni të Veriut? Ne kemi pat komunikim, paktën unë me disa kolegë të cilat takojnë komuniteteve tjera. Shumica na përkrajnë, disa edhe do vinë disa prej komuniteteve, po ka edhe për atyre që në mënyrë private shprehin përkrajen, por nuk mund të dalin në mënyrë publike, mos futen në blacklista aty, mos ketë ndonjë reagim kundër atyre, atë unë normalisht e kuptoj. Fatkeqësisht kjo është e mbjellur te na, ky qëndrimi, ky reagimi në moment që dikush del kundër asaj që është e njohur, por nuk besoj do kisha dashur që atë ditë normalisht na bashkohen edhe studentët të përkatësive qere etnike,
por e dishoj. Suep, me Vlani përmendi që do të kërkojmë edhe të drejtat të tjera, po ka kërkesa të shumta studentëve shqiptar. Cilat janë problematika tjera që tangojnë studentin shqiptar në Maqedoni të Veriut, përveç provimit të jurisprudencës në gjuhën shqip? Po ne dim një për problemeve kryesore që kemi hasë mende, është problemi meritokracisë në vendin tonë. Sidomos gjatë punësimeve ku bëhet fjalë për palën shqiptare. Ku buron ajo? E dim shumë mirë kjo që në gjitha institucionet publike është shumë problem që një student shqiptar pas diplomimit të ketë lehtë të gjejë vend pune. Është shumë e vështirë. Kështu që është një problem. Diskriminon studentët që studiojnë në universitetet shqiptare në Maqedoni të Veriut në procesin e punësimit, për vetë faktin që e dim që kuotat janë më të ulta të atyre që konkurrojnë për në administrat, studentëve shqiptari i kanë kuotat më të ulta se sa studentët që studiojnë në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi. Po kjo mos miri tash e tregoj kjo që ishte ligji për arsimin e lartë. Cili është qëllimi i krejt kësaj çështje? Besoj se është shumë e thjeshtë për të dallu se si bëhet diskriminimi tek universitetet shqiptare dhe tek pala maqedone. Kjo është një gjë që edhe në qoftë se nuk është direkte kundër universiteteve shqiptare, janë universitetet shqiptare ata që ndikojnë më shumë ti kundër asaj. Kjo është realiteti. Kështu që deshtëm ne prekemi. Me Vlan, apo diskriminohen studentët shqiptarë gjatë procesit të punësimit? Përmenda edhe kuotat? Po tash, mund të flasim këto në mënyrë abstrakte, se vetë për vetë ende nuk jam punësuar, nuk e di, nuk e kam ndjeru, edhe fatkeqësisht jemi një popull që është duke fletur, nuk e bëmi të zëshëm, nuk ankohemi kur ndodhin disa lloj problematikave, por derisa kvotat e flasin këtë, duhet të ketë diçka, ose duhet të punohet në drejtim të përmirësimit të këtyre kvotave, nuk duhet të lihen ashtu si janë. Po, atëherë jemi në minutat e fundit të emisionit, dhe do të kisha dashur një mesazh nga të dytë edhe për politikën, por një mesazh edhe për studentët shqiptar. Mesazhi im përcjell për politikanët tanë, për shqiptarët kudo që janë, nga ky vend është që ju lutem mos të bëni politika të cilët të angojnë studentët. Të jemi të gjithë një, t'i shohim padrejtësitë që na bëhen dhe t'i kërkojmë të drejtat tona, të cilët janë të garantuara, të fituara, të zbatohen. Kjo është, besoj që pak për mjaftueshme. Me Vlan? Cili është mesazhi yt për politikën, cili është mesazhi yt për studentët shqiptarë? Besoj që do të bësh thirrje të gjithëve që Unë do kisha dashur të them të gjithë prindërve tanë, të gjithë profesorëve, të gjithë shtresës së shoqërisë civile, qofshin nxënës në shkollat mesme, qofshin të moshës më madhore, niprit mbesat fëmijët tuaj janë të dalë në protestë. Me 6 prill, ora 12:30 para orës gurit, na bashkoni. Përfaqësuesve tanë politik, jeni të mirëseardhur, pa emblema partijake, forsi qytetarë të ndershëm të këtij vendit. Ka 20 vite që s'kemi pa protesta studentare dhe shpresoj që ta kemi për krahjen e të gjithë shoqërisë civile. Të bëjmë atë ndryshimin që na duhet, të zgjohemi përfundimisht nga gjumi. Atëherë, unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të sonte. Ju dëshiroj sukses si në protestën e 6 prillit, por edhe asaj që do vazhdoni më tej me aktivitetet tuaja si student shqiptar. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen, por para se ta mbyllim këtë debat, një moment për të ndjerë bashk. Sot Kosova luan një ndeshje vendimtare kundër Turqisë për kualifikim në kampionatin botëror.
si këto ngjyra në kravatin time, e verdhë dhe e kaltër, që janë njësoj si flamuri i Kosovës, sot edhe zemrat tona dhe zemrat e të gjithë shqiptarëve në fakt, po rrahin në të njëjtin ritëm me të gjithë ata që besojnë te drejta, te digniteti dhe të fitoret që presin përpara. Si në sport, ashtu edhe në drejtësi e arsim, të gjithë kërkojnë fitore të reja dhe hapa përpara. Dhe sot, le ta ndjejmë këtë energji së bashku. Ju falenderoj edhe një herë dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.